Punimet për rekonstruksionin e rrugës Baçallek-Harku i Bërdiçës janë përqendruar tashmë pranë kishës së zonjës. Në këtë segment është bërë zgjerimi i rrugës dhe ditën e sotme po punohej për vendosjen e trafikndarëses dhe të bordurave, ndërsa nesër pritet të nisë edhe hedhja e shtresës së parë të asfaltit. Për shkak të nisjes së sezonit turistik, Vëresi po punojë me ritëm më të shpejtë, ndërsa pritet që shtrimi i asfaltit përfundojë javën e parë të majit. Ku bëhet punime nuk dalin keq. Nuk dalin keq punimet ku bëhet. Edhe më mirë për ne kam sorë që zgjat rruga, trotuari po. Jep hieshi, jep zbukurim. Edhe qytetit në fort drejtën. E kemi bëbë mikalime, po, edhe më mirë. Po s'pat mikalim, përdojnë dhe vetë përse për do blokohet. Si thosh se po është blokon. Vetëm mikalimi është ai që zgjidh problemet. Pak ditë më parë, punimet e inspektoi edhe i Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi, i cili bëri ditur se projekti është rishikuar duke shtuar dhe një rrethrrotullim të ri, duke krijuar akses hyrës për banorët e lagjes Baçallek, por për shkak të shpronësimeve, ky rrethrrotullim nuk është ndërtuar plotësisht. Segmenti rrugor Baçallek-Harku i Bërdiçës pritet të ketë një fluks të lartë lëvizjesh gjatë sezonit veror, pasi bën dhe ndërlidhjen mes malit të Zgjidhjes dhe Shqipërisë.